të përfaqësojnë atë çka Kosova tani përfaqëson atyre. E mendoj se është shumë e vlefshme për të marrë pjesë, prandaj ju falenderit edhe një herë. Zoti Walker, është njerëzore fillimisht ta diskutojmë atë se si ndjeheni, si jeni. Kështu po dukesh goxha i fortë, kështu edhe e pash sot edhe në organizimin e përvjetorit, absolutisht me një energji të shtuar, bashkë me bashkëshortën, natyrisht duke nderuar martirët, por edhe duke përshëndetur fshatarët e gjithë ata cilët kanë vuajtur. Po dukeni mirë, kështu po të jap si një, po e quaj kështu, vlerësim, paktën miqësor kështu. Faleminderit shumë e çmoj çapo thoni, e përmendët fjalën që ka mundësuar këtë gjatë viteve të tuaja, dhe kjo është prania e bashkëshortës sime. Siç po thoni edhe ju, ndoshta duke mirë për moshën time, kam 90, i kam në Kosovë, në Pej, i kam para 4-5 muajve, i kam bërë 90 vjetë. Mund të thoni që diçka të tillë që jam mirë. Kur vjen kjo nga një gazetar që e din që po ja jep një kompliment të tillë, ju falenderit shumë e çmoj shumë. Është kënaqësi e veçantë, zoti Walker, natyrisht që ta ndajmë këtë moment së bashku. Natyrisht me shumë rëndësi është të flasim për atë ndjenjen personale. Ju nuk mungoni në asnjë përvjetor në Reçak. Sa herë jeni aty? Si ndjeheni fillimisht kur shkoni, kur e shihni edhe ndryshimin që ka ndodhur, por kur e prekni vendin e një krimi mizor që ktheu vëmendjen ndërkombëtare për Kosovën? Cila është ajo ndjenja e brendshme që ju përcjell momentet kur e shënoni përvjetorin? Edhe natyrisht kur e prekni dimrin e acartë të Reçakut edhe të Kosovës. E përmendet prapë edhe një fjalë që gjithmonë më bën përshtypje. Fjala Reçak nënkupton jo vetëm atë që ka ndodhur në 99-ën, më 15 janar 99-ës. Por edhe çka është bërë Reçaku prej atëherë. Është një vend, një shenjë i përparimit jo vetëm në atë fshat, jo vetëm në komunën në Shtimes, por në të Kosovës si përgjithësi. Nuk mund t'ju jap ta shpreh me fjalë sa jam i impresionuar nga ajo çka ka ndodhur prej 15 janarit 99-ës deri tani në 15 janar 2026, sepse është një përparim i jashtëmase dhe kjo çka